Me teme që kemi fillu javën e kaluar, po disa prej urtësive të haxhit. Thamë se disa urtësi besimtari ose njerëz i dinë i kanë nxjerrë prej fjalëve të dietarëve, disa urtësi nuk përshkruhen, për ato përjetohen. Dhe i përjeton besimtari kur të mrin atje, kur të mrin ato vendet të bekuara. Për urtësive është të rëndësishme, shumë të rëndësishme që realizohen gjatë haxhit është forcimi i kuptimit se ibadetet janë tauqifie, pra janë të zbritura prej qiellit. Dhe ato njerëz nuk kanë kompetenca për me ndërhy. Në ibadete s'kena kompetenca. I kena obligim me kry, por kompetenca për me ndryshu eventualisht nuk kena mundësi. Vetëm ato që e ka leju i Madhe Zot përmes të dërguarit e tij. Andaj në haxh ka plot detyra, rituale të ndryshme që i krynë haxhiu dhe ndoshta në sy të parë ati duken si interesante, nuk e kupton ndonjë farë kuptimin ose urtësia që ka. E ku është mësimi këtu? Ne në këtë botë duhet me heqë që na ka thonë krijuesi. Se kjo botë nuk është vetëm për neve. Këtu ka pas edhe para neve, e ka në ardhur edhe pas neve. E disa gjana në kaluarën si kanë kuptuar. Mi pa thonë që na kena me shku, ose kena me fol, edhe kena me po. Ata që po flasim prej Kosovë në Kinë atje, a i ka me dollë për para 2 vjetë, si këshim besu. E gjanat tjera, ta shka pra kjo jetë, ka me vazhdu, e disa të të shëzër besimtari, për në aspektin e ibadetit, që është shumë më rëndësi, janë senet e preme si pas se fesë, dhe ato nuk ka, nësë një ibadet nuk ka të drejtë njeriu, edhe ai maj meshmi qka është, me shtu ose me hek diçka. Andaj ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Khudhu anni manasikakum", haxhin bëne qysh pe bëj unë, çështu ka thonë. Haxhin kryne qysh pe kryj unë. Ndoshta ju vjen kanë herë vështirë, ndoshta kanë herë dikun më nxehtë. E ka do vena që është më fllad. Në nëjnë të hotel është ka gja fllad. Këta haxhit që në konë e din. E me dalë në diell është pak më nxehtë. Amo profeti thotë haxhin kryne qysh unë për ju mësoj. Sikur se ka thonë për namaz, sallu kema ra'aytumuni usalli. Faloni qysh po më shihni mu duke u falë. Kjo është shumë rëndësishme. Kjo në haxh në veçanti i ngulitet në kokë besimtarit se në ibadet s'ka mundësi ndryshe me vepru veç qysh ka thonë feja. Andaj ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, ai që bën ose don me shpik një në fejnë tonë diçka që unë se kum kry, është e refuzuar. Nuk i pranohet. Kjo është shumë është shumë më rëndësi, për ataj gjithë ato rituale që kryhen gjatë haxhit, duke filluar prej veshjes së ihramit, e shprehjeve, sajet, tavafit, sajet, 2 rekate e Maqam Ibrahimi, daljen në Muzdalife, daljen në Mina, daljen në Arafat, çeftja flokëve, shkurtimi i flokëve, këto janë çështje që çdo ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që besimtarët është rëzën me pas në hatër që fejnë duhet me kry qysh nga ka mësu i dërguari Allahut azza wa jall. Jo ka njëherë qysh kemi qef na. Veç ati në shqiptarë kemi këgja qef mja përshtat pak, mja përshtat ka pak qysh nga përshtatet e qysh nga vjen pak ma lete, ma mire. Kurse në parim, ma mire qysh dhe duhet nuk qysh ka thonë profeti alayhi salatu wassalam. Dhe të dashur vëllezër për urtësive të mëdha të fuqishme të haxhit, subhanallahu, është realizimi i një
i një të drejtë ose i një parimi që Allahu Azza ka vendosur moti po njerëz e kanë shkel, e kanë në përkëmbë dhe her pas here nuk e kanë aplikuar që duhet. Ajo është barazia mes njerëzve. Këto njëri e shen haqë ka gjanirë. Është lëzër me shekuj të tërë edhe sot, ka madje në disa vende që njihen si vende të demokracisë dhe të drejtave të njeriu. Halo shkelen njerëz sipas ngjyrës dhe racës. Është para do vite s'kemi po, tash po i shohim përmes mediave, po i shohim se se cilat ju mohohen shumë të drejta njerëzve për shkak të ngjyrës, për shkak të përjardhjes që e ka, fatkeqësisht. E pëjtoj në rasizëm, ka edhe në vendin tonë. Ka, her pas herë shfaqet dhe më thonë, shpërfaqen disa raste, kemi pas para 2 vite, nëse zgaboj në Ferizaj, që rrehet një djalë i ri, veç për shkak se ishte i zi. Dhe i përkiste një komuniteti tjetër. E këto në haqë dhe shëllëzër, këto Allah në ka të regu më ti, po njerës nuk e kanë, njerës e kanë shpërfil, fatkeqësisht. E në haqë e shetë da shëllëzër që të gjithë janë barabarë, i bardh, i zi, ato nuk ka dalim. Nuk ka dalim as ngjyra, as raca, as gjuha, as statusi, i pasur, mret, shërbëtor, i varfër. Subhanallah, nuk ka vend që dikun manifestohet barazia mes njerëzve se son haqë. Po së në din heqbre, kërkun tjetër nuk mundesh pa u dalu pak, ai që i ka senet, jo të gjithë. Po disa që kanë që më dalu, dalut. Ja ka orën, ja ka teshat, ja ka gjipin, ja ka për shembull. Në haqë Allah i ka dosh krejt me kom baraba. Krejt. Bile nuk i nje disa nuk i nje, se si mësu me po të ashtu në qefin. Si mësu me po, në haqë kjo është barazi. Së mund është kërkun heq, nas një rrethon nuk mund është me vrejt barazin mes njerëzve praktikisht e son haqë. Për një kallëzu njerëzve se oju njerëz, pavarësisht kush je sot dhe sa ki sot, mos u mashtra, se je rob. Edhe ato që e ki, unë e ta këmë dhonë, nesër këmë ta morë. A u shku me i kush të lazë vë gjellë me gjipa, dhe të vërët ka mundësi në shku. Ato anena ja, hiç ka mundësi. Hiç ka mundësi, edhe kartelat që i ka të mira, filon bonkëse, që si janë zenë kuleta, të vërët, në e ban halal, bob, Allah dhe më shirëft, edhe një 30 në mujtë me përcilë, që atë pome dhe, u krye. E në haqët është lëzër, andaj përvejta selam, përveç që e manifeston të praktikisht, transmetohet se në ditën e jamët të shrik, që janë ato ditë e bajramit, mas që gjuhën ato 3 ditë që gjuhën në gurt, ose hedhen në gurt, ju thështë inna abakum wahid. O ju miled, baba ju ajo është një, pro krejt e keni prej ardhen për një njeri. Cilë është taj? është ademesën, po mosu mashtrëni. Dhe pas taj vazhdojnë të nuk ka dalim, la farka, s'ka dalim, as ka përparsi arabin ndaj jo arabit, as i bardhin ndaj të zijun, as i në zijun ndaj të kuqit, s'ka dalim, illa bit taqwa, përveç me dëvëtshmëri. Këto edhe manifestën besimtari e shenë praktikisht, por edhe thështë e profeta selam në haqë. O thështë e ditëve të bajramit, mi të regun njerëzë se mështu mastani dalimi mes jush nuk është me ngjyrë, as me rocë, as me gjuhë, sepse kështu Allah në ka kriju. Nuk i që ka mu livduti me diçka që ka Allah ta ka thonë dhërot, ti e krije si ti, pse mu livduti që unë jam i borë?
Thuj elhamdulillah, që shto mundesh me thonë. Por mi thonë ati që nuk është i borë. S'ki drejt, sepse këto Zotit ta ka thonë qështu. Ti ki drejt, mu lëvdu me dishka që ti ki arrit. Me thonë elhamdulillah, unë me mundin tim, me punën time, për shembull kem rrit diçka. E kjo është shumë e rëndësishme, thashë vëllezër, shumë e rëndësishme dhe kjo është Islami e ka sjellë këtë barazim mes njerëzve mati dashur vëllezër. Bilal dashur vëllezër. Bilalin e dini kush ka qenë para Islamit. Bilalin dhe plot Bilalat të tjerë kanë qenë rob dhe i kanë bërë hizmet, kanë punu për Kurejshitet e bërë. Bilali zisi futa. Dhe plot të tjerë, rob sepse është i zi, s'ka të drejtaj me dhej, s'ka të drejtaj me marë post, a i veç duhet me bërë hizmet dhe me punu në fush. Qështu ka qenë? A ka dhe sot qështu që me ndojnë? Ka da shumë dhe zë. Ka sot në shtetet fuqishme fatkesisht. Ishen njerë pasere në Amerikë, qysh ndodhin dhe maltretohen, persecutohen njerëz, ata pëthojnë me ngjyrë, ata me ngjyrë janë krejtë, po qëllim është me ngjyrë të zejtë, se ata që janë me ngjyrë të bardhë, ata janë me ngjyrë, por e kanë për qëllim të zezat. Edhe sot, përkundër që i kanë bërë do ligje të mira në favor të barazisë mes njerëzve, po me gjithë ato, pa pas imam prapë është problem. Sepse ligje e runë, por me gjithë atë imani do të zërë është diçka tjetër. E Bilali ka qenë rob deri kur ka ardhur Islami. E kur ka ardhur Islami dhe ka pranuar Islamin pastaj, është i vetmi që profeti alayhi salatu wasalam i tha hyp në çobë dhe thirr rezonin. O ti zi që ta të kanë shkelë, që ta s'kanë bëhe sa për njeri, për shkak të ngjyrës tone, sot ti për shkak të besimit tënë ti ke vlerë ma shumë se këta. E këto të shëllëzër e shenë njërin haqë shumë. E shenë haqë shumë barazin mes njerëzit. Po ashtu të shëllëzër për urëcive të haqët, është po ashtu parimi tjetër, praktikisht me po se besimtarët janë vëzër. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah të në Kur'an vërtet besimtarët janë vëzër. I bardh, i zi, i kuq, i shkurt, i gjatë, burr, grua, fëmijë, i pastër, i varfër, të gjithë. Për i krejtë të botës vijnë një vesh, një ritual, një thonje, një drejtim, një vepër, të gjithë barabartë. Dhe këtu e kupton se vërtet i kena vllazën edhe ata në Afrikë, edhe ata në Amerikë, edhe ata në Evropë, edhe ata në Azi, të gjithë ata që i përkasin kësaj feje, por i kena vllazër prej feje. Innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vllazër. E këto hajde të vllazër e manifeston fuqishëm, pra njeriu besimtari shkon atje dhe e shes se vërtet jemi vëllezër sepse jemi një feje. Allahu Azza wa Jalla na bashkon pastaj na bashkon në hax. Të gjithë i kanë veshat e tyre, i kanë traditat e tyre, i kanë kulturën e tyre, secili popull. Por kur shkon në hax, në veçantë gjatë atyre ditëve të haxhit, të gjithë do të më lënë ato, dhe do të më vesh me një vesh. Do të më thonë një fjalë, ajo është thelbia. E kështë me radhë, do të më kthy një drejtim. Dhe subhanallah, jep selame, merr selamin, e përshëndetesh edhe me njerëz të tjerë, me besimtarë të tjerë, tregon në rëndësinë që e ka. Allah ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, la tabaghadu. Mos urrejni njëri tjetrin. Wala tahasadu. Mos xhelozoni njëri tjetrin. Me pas mundësi këtë hadith me qitë ato në telefon, ku e lojnë ato dhe statuse që i kena të rak, ose me qitë që të nëhime të gjamisë, se kemë nevoj. Edhe në të gjamija kemë nevoj.
la tabaghadu, mos urreni njëri tjetrin, wala tahasadu, mos xhelozoni njëri tjetrin, na shkatërruan këto dy sëmundje. Urrejtja dhe hasedi. Dhe këto shkatërrojnë edhe ato që edhe madje hasedi dhe shëllëzër kanë thonë ma shumë e shkatërron ato personin që xhelozon saj, ai pa kise din hiç, ai që ka sajnë të mirë. Po ky që t'i apoj noti ky marrën, ma shumë hjek. Kanë thonë ky personi që ka zili, se sa e ndoshta që ati mundet me rosyshe, mund të ati mja po, edhe ai mund mja po shirin. Por, s'ka dëshim se ky dëmtohet shumë. La tabaghadu, wala tahasadu. Mos urreni, mos xhelozoni njëri tjetrin. Wala tadabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, o shqiptar. O shqiptar. O hecat e shqiptarëve. Na i kena zgjedhur disa të zgjedhurit e popullit. Mos më pasë rrejtje dhe xhelozi dhe mja kthy shpinën njëri tjetrit, ma miri këshmi pasmot. Urrejtje ndaj njëri tjetrit. Edhe nivelet atyre, po edhe na si popull dashur të zot fatkeqësisht. Wala tadabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, po ndihmoni njëri tjetrin për krahën e njëri tjetrit. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni o rob të Allahut vëllezër. Pra ju jeni vëllezër me zveti. Kështu po thot hadith dhe këtë doshta me do. Ju jeni vëllezër, andaj nuk duhet që as më rrejt, as me pas xhelozi, as me ja kthy shpinën njëri tjetrit, as më përqa sepse jeni vëllezër me zveti o besimtar. Tretë dashur vëllezër periudhësive të mëdha të haxhit është at-ta'aruf. At-ta'aruf është më njohja mes haxhilerëve. Këtu ka për qëllim më njoh besimtarët me zveti të komësive të ndryshme, të vendeve të ndryshme. Por edhe me zveti një vendi është mundësi e mirë, më njoft, e më bo miq, e më boj aroma, dore në zemër ka plot edhe për juve që ajni të që kini qenë, mendoj që shoqënia e haxhit nuk harrohet. Por është vend ku besimtarët për gjithë botës të bohen. Pra minimumin një herë në vetë Allah në ka bo obligim krejt besimtarëve me shku më bo bashkë. E që s'po mujna më bo bashkë fatkeqësisht. Kjo gjendje që ka janë duke vujt muslimanë sot në për botë, nuk është për shkak që s'kanë fuqi, as ekonomike, as ushtarake, as njerëzore. Krejt i kanë. Është vetëm një problem. Nuk ka bashkëpunim me zveti. Veç që ke po mundër. E që të pështin spira armiku sa po mundet. Zaten, është një fjallë arabe, për qaj sundo. Kjo është rregull. Ndash me sundu një vend, për qaj ata me zveti. Hini ti për qaj vllazni Allahun, ata ty kanë me dashtë ma shumë se sa në një tjetërin. Sepse me ndoj që ti pja do të mirë. I thu qëre, këj vëllovi, jo qasë po thët për ty. Qa po thu bre, ma ka morë menja, ta është ty të bën njëra nëj. Sepse ti po i folë kesh për vëllovin e ti, që ka të babës të të nënës. Për qaj sunda. A jena në shqiptartë, a pajtoni në mund, që të pikë bila, a pajtoni që jena orë qëtu? Për qaj sunda. Po kështu është fatkeqësisht, kështu janë besimtarët edhe në nivel të ummetit të përçon për ata jena këtë gjendje të rëndë që kur më rëndë të shtas kemi qenë, Allahu në përmirësoj gjendjen e Rabbul Alamin. E haxhi vjen me na bashku me zveti,
e më na ka dhu se nuk mundet me konë aja tjenë fut dyjes i festje për armik i joti që është në parim, nuk mund me konë ajë majtë dashtën për ty se sa vlavi jutë. Së mundet me konë. E haqë është me na përvedisu pak. Allahu na vedisot e Alemin, edhe neve këto në Kosovë, po edhe musliman që tani në përbot, vazhdojmë që të njohë. Salam alaikum.